Përshëndetje shikues të 77 News. Agjencia e lajmeve 77 News ka shpallur fituesin për konkursin No Comment për periudhën 4 shtator-4 tetor 2012. Ai është Valdon Shuti. Fotoja e tij ka arritur të marrë 9000 like në rrjetin social Facebook. Valdon Shuti është kështu fituesi i 777 eurove kesh. Valdon, përshëndetje. Përshëndetje. Mund të na bësh një prezantim të shkurtër të vetes tënde në mënyrë që shikuesit të të njohin më tepër? Quhem Valdon Shuti, jetoj në Durrës, jam 19 vjeç, profesioni është dealer, arsimin kam marruar vetëm 9 vjeçaren, manual nuk kam vërdu. Si u informove mbi konkursin No Comment të agjencisë së lajmeve 77 News? Atëherë disa miq mi më njoftuan me fjalë për këtë konkursin, edhe thanë rasti ke dëshirë të marrësh pjesë. Ta provosh edhe një herë, ndoshta arrisha deri ke fitoria. Edhe thash pse mos ta provoj edhe si gjithë tjerët. Fundja e arrita aty ku desha. Shumë i lumtur për këtë. Si i përjetove momentet kur mësove se ishe pikërisht ti fituesi i 777 eurove? Normalisht 777 euro nuk janë pak, çdo njeri do ishte shumë i lumtur. Normalisht edhe unë gëzova shumë. Shohim. 777 euro janë një shumë e madhe parash. A ke menduar paraprakisht se si do t'i shpenzosh ato? Në fakt akoma nuk kam menduar se si t'i shpenzoj, pavarësisht se janë shumë lek, shpresoj t'i përdor vetëm për mirë. Të falenderoj që ndave me ne këto momente. Faleminderit juve dhe faleminderit që na dhat mundësinë që të bëjmë edhe ne diçka mbi këtë konkurs, mbi këtë nismë që është për Shqipërinë e Re. Faleminderit juve.